Biblioteka Pjetër Budi në Borrel ka përfunduar transformimin e saj të plot, duke u shndërruar në një qendër të re kulturore, edukative dhe komunitare për qytetin. Pas një procesi tërësor rikonstruksioni, godina e dikurshme është kthyer në një hapësirë moderne të organizuar sipas standardeve bashkëkohore të bibliotekave evropian. Kryeministri Edi Rama, gjatë prezantimit të projektit të përfunduar, u shpreh se ndërhyrja i ka dhënë bibliotekës një identitet krejt të ri, duke e kthyer atë në një vend tërheqës e frymëzues për fëmijët dhe të rinj të zonës. Sipas tij, kjo hapësirë do të shërbesë një strek kulturore, ku brezat e rinj do të kenë mundësi të përfshihen më shumë në lexim, teknologji dhe aktivitete qenësisht edukative. Hapësirat e reja përfshin këndo të veçanta për fëmijët, të dizenjuara me ngjyra të gjalla dhe mobilim të përshtatshëm për moshat e vogla, në mënyrë që të nxitet leximi që në fazat e para të edukimit. Po ashtu janë krijuar ambiente të qenta për studim individual, hapësira për punë në grup, si dhe zona multimediale dhe me teknologji bashkëkohore, duke e bërë bibliotekën të aksesueshme edhe për ata që krijojnë informacion digjital. Një tjetër element i rëndësishëm i transformimit është përditësimi i fondit të librave, i cili tashmë përfshin tituj të rinj nga letërsia artistike, shkencore dhe edukative, si për fëmijë ashtu edhe për të rritur. Investimi synon të krijojë një koleksion sa më të pasuruar dhe të përditësuar për të përmbushur nevojat e lexuesve të ndryshëm. Fal këtij rikonstruksionit të thellë, Biblioteka Pjetër Budi pritet të kthehet në një nga pikat më të rëndësishme kulturore të Borrelit, duke ofruar jo vetëm libra, por edhe aktivitete të ndryshme si klube leximi, punëtori krijues, trajnime për teknologjinë, si dhe evente të tjera që do të pasqyrojnë jetën komunitare të qytetit.